Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ish kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Lupço Gjorgjevski, thotë se lufta kundër bullgarizimit të Maqedonisë ka dhe anën e saj komike. Ai thotë se serbët janë ata që e quajnë një pjesë të vendit si bullgare. Padyshim që bullgarët e ka gjetur pikën tonë të dobët, do të na bullgarizojnë nëpërmjet Serbisë, deklaroi kryetari VMRO-s popullore. Pak ditë më parë, VMRO popullore kritikoi ashpër qeverinë aktuale për mënyrën se si u përkujtua ngjarja historike në Vallandov. Partia akuzon atë për një qëndrim nënshtrues ndaj politikës së Serbisë së Madhe dhe për heshtje ndaj thyrjeve të drejtpërdrejta ndaj historisë maqedonase. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Politika monetare e Shqipërisë do të vijojë të mbetet orientuar drejt stabilitetit të çmimeve. Paralajmërimi vjen nga guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gen Seko gjatë takimeve në Washington me përfaqësuesin e Fondit Monetar Ndërkombëtar. I shoqëruar nga ministri i Financave Petrit Male, guvernatori Seko paralajmëroi se ekonomia shqiptare vijon të shfaqë ritme të qëndrueshme rritje e mbështetur nga një treg pune i fortë, inflacioni ulët, si dhe një sistem financiar i shëndetshëm. Sipas tij, pas sigurisë në mjedisin ndërkombëtar, veçanërisht zhvillimet në lindjen e mesme mbeten faktor që kërkojnë vëmendje të shtuar. Edhe ministri Male nënvizoi rëndësinë e vijimit të politikave të kujdesshme për ruajtjen e stabilitetit ekonomik dhe financiar. Në raportin e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar parashikohet që ekonomia e Shqipërisë të rritet me 3.4% nga 3.6% që ishin pritshmëritë. Bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes si dhe forcimi i bashkëpunimit në luftën kundër emigracionit palishëm ishin zyrtarisht në thelb të takimit ndërmjet kryeministres italiane Giorgia Meloni me kryeministrin Edi Rama gjatë një vizite zyrtare në Rom. Meloni shkruan se 5 muaj pas samitit ndërqeveritar të nëntorit, takimi me Edi Ramën bëri të mundur vlerësimin e forcimit të partneritetit midis kombeve në sektorët me interes të përbashkët me një fokus të veçantë në lidhshmëri, mbrojtje dhe bashkëpunim në luftën kundër emigracionit pa rregull. Kosova fillon transferimin e mjeteve financiare me një vlerë prej 61.8 milion euro si parafinancim nga Komisioni Evropian në kuadër të planit të rritjes. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti sqaron se rreth 29 milion euro janë transferuar si kredi direkte në buxhetin e shtetit, ndërsa 17.73 milion euro në formë grantesh dhe 15.31 milion euro si kredi do të kalojnë përmes kornizës si investimeve për Ballkanin Perëndimor. Kryeministri Albin Kurti thekson se Kosova mbetet e fokusuar në zbatimin e agjendës së reformave dhe në shfrytëzimin e plotë të mundësive që ofron plani i rritjes, duke shtuar se qeveria po ndërmerr të gjitha hapat e nevojshëm për përmbushjen në kohë të detyrimeve. Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës i Kosovës Glauk Konjusa në një konferencë për mediat pas takimit me homologun nga Belgjika foli për zhvillimet në dialogun me Serbinë, duke lidhur situatën aktuale dhe me ngjarjet në Banjsk. Ai akuzoi Serbinë për sjellje destruktive pas marrëveshjes së Brukselit dhe për minimin e arritjes së dialogut. Konjusa përmendi dhe dëshmi konkrete që sipas tij tregojnë për fshirjen e Serbisë në sulme dhe destabilizim të Kosovës. Dhe pas asaj goditjes që ka pas ndodhur, i keni pa gjithë, edhe organizimin e sulmit terrorist të Iber Lepencit për shkatrimin e kanalit të ujit dhe për krijimin e kaosit në Republikën e Kosovës. Po ashtu ju kisha lutur t'jeni më të vëmendshëm edhe të bani analiza më të thella edhe ndaj dëshmisë që e kanë dhënë vëllezërit Viçentijevich në procesin gjyqësor për Iber Lepencit. Ata e kanë pranuar që janë trajnuar pe Serbisë në hapësirat e Ministrisë së Mbrojtjes edhe të ushtrisë që mbahen atje. Prej nga ka hyrë edhe grupi i sulmit në Banjsk me Radojqisin. Këta dy e kanë pranuar që janë trajnuar pe Serbisë për këtë sulm. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.